Zonja dhe zotrinj, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se është nënshkruar marrëveshja me Iranin dhe se ngushtica e Hormuzit do të hapet plotësisht të premten. Sipas tij, marrëveshja është tashmë e firmosur dhe trafiku detar ka filluar të rikthehet gradualisht, ndërsa detajet zyrtare pritet të publikohen pas ceremonisë. Një zhvillim i madh diplomatik është njoftuar nga Shtetet e Bashkuara, ku presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se një marrëveshje me Iranin është nënshkruar dhe se ngushtica e Hormuzit do të hapet plotësisht në ditët në vijim. Duke folur nga Evian Les Bains në Francë, në prag të samitit G7, Donald Trump tha se dokumenti i marrëveshjes është firmosur dhe se teksti i plot do të publikohet pas ceremonisë zyrtare që pritet të mbahet të premten në Gjenevë. Ai theksoi se sipas marrëveshjes, lundrimi në ngushticën e Hormuzit tashmë ka nisur të rikthehet pjesërisht, pasi janë pastruar disa mina detare që kishin bllokuar rrugët kryesore të transportit të naftës. Presidenti amerikan shtoi se nga e premtja ngushtica do të jetë plotësisht e hapur dhe anijet do të mund të lundrojnë lirshëm, duke e cilësuar marrëveshjen si një hap drejt normalizimit të situatës në rajon. I pyetur për lehtësimin e sanksioneve ndaj Iranit, Trump tha se kjo do të varet nga sjellja e Teheranit, duke theksuar se nuk bëhet fjalë për një zgjidhje automatike, por për një proces të kushtëzuar. Ai shtoi gjithashtu se nuk pritet ndërhyrje e madhe ndërkombëtare për të garantuar hapjen e ngushticës, por sugjeroi që disa vende mund të kontribuojnë në përpraninë e tyre detare për të ruajtur sigurinë e lundrimit. Ndërkohë, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi më herët se marrëveshja është firmosur në mënyrë digjitale dhe se nuk janë liruar fonde financiare si pjesë e saj. Ky zhvillim vjen në një moment kritik për tregjet globale dhe stabilitetin në linjën e mesme, ndërsa bota po pret të shohë nëse marrëveshja do të zbatohet plotësisht në praktik. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se presidenti Donald Trump mund të publikojë marrëveshjen me Iranin para ceremonisë zyrtare të së premtes. Sipas tij, dokumenti nuk parashikon fonda amerikane për Teheranin, ndërsa investimet e huaja do të varen nga respektimi i kushteve të marrëveshjes. Detajet e reja po dalin në dritë lidhur me marrëveshjen mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, e cila synon të jap fund muajve të konfliktit dhe të hapë një kapitull të ri në marrëdhëniet mes dy vendeve. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi në një intervistë për Fox News se presidenti Donald Trump mund të vendosë publikimin e marrëveshjes edhe para datës së parashikuar zyrtarisht. Sipas Vance, aktualisht ekzistojnë disa procedura diplomatike që po koordinohen me ndërmjetësit ndërkombëtar, përfshirë Pakistanin dhe Katarin, ndërsa ceremonia formale e nënshkrimit është planifikuar të mbahet të premten. Ai tha se dëshira e presidentit Trump është që memorandumi i marrëveshjes të publikohet pas ceremonisë zyrtare. Megjithse, nuk përjashtohet mundësia që dokumenti të bëhet publik më herët. Një nga çështjet më të diskutuara ka qenë nëse marrëveshja përfshin mbështetje financiare amerikane për Iranin. Për këtë pikë, Vance ishte kategorik, duke deklaruar se Teherani nuk do të marrë asnjë fond direkt nga Shtetet e Bashkuara. Sipas tij, marrëveshja parashikon që nëse Irani respekton detyrimet e marra dhe nëse sanksionet lehtësohen gradualisht, vendet e tjera mund të investojnë në ekonominë iraniane. Megjithatë, ai theksoi se çdo përfitim ekonomik do të kushtëzohet nga zbatimi i plotë i marrëveshjes. Zyrtarët amerikanë bëjnë të ditur se dokumenti është firmosur tashmë në mënyrë elektronike nga drejtuesit e të dy vendeve, ndërsa nënshkrimi ceremonial pritet të zhvillohet gjatë kësaj jave në Gjenevë. Marrëveshja konsiderohet një nga zhvillimet më të rëndësishme diplomatike të viteve të fundit në linjën e mesme dhe po ndiqet me vëmendje nga tregjet globale, aleatët të SBA-s dhe vendet e rajonit. Një bombardues strategjik B-52 Stratofortress i forcave ajrore amerikane u rrëzua pak minuta pas ngritjes nga bajza ajrore Edwards në Kaliforni. Autoritetet nisën menjëherë operacionet e emergjencës, ndërsa ende nuk dihet numri i personave në bord dhe fati e ekuipazhit. Një incident i rënd ushtarak ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara, ku një bombardues strategjik B-52 Stratofortress i forcave ajrore amerikane është rrëzuar në shkretëtirën Mojave në jug të Kalifornisë. Sipas njoftimit zyrtar të bazës ajrore Edwards, avioni u përplas vetëm pak çaste pas ngritjes, rreth orës 11:20 paradite me orën lokale. Menjëherë pas aksidentit, ekipet e emergjencës dhe njësitë e shpëtimit u dërguan në vendngjarje. Pamjet ajrore të publikuara nga zona e aksidentit tregojnë një sipërfaqe të djegur dhe ende në tym, me përmasa afërsisht sa një fushë futbolli. Automjetet e emergjencës u pan duke patrulluar rreth perimetrit të zonës së goditjes, ndërsa autoritetet vazhdojnë operacionet në terren.
Deri tani nuk janë bërë të ditura detaje mbi numrin e anëtarëve të ekuipazhit që ndodheshin në bord në momentin e rrëzimit. Po ashtu, nuk ka ende informacion zyrtar nëse ka të mbijetuar apo viktima. Bombarduesi B-52 Stratofortress konsiderohet një nga avionët më të rëndësishëm në arsenalin ushtarak amerikan. I projektuar për të transportuar armë konvencionale dhe bërthamore, ai ka qenë pjesë e forcave strategjike të Shteteve të Bashkuara për dekada dhe vazhdon të përdoret në misione të rëndësishme ushtarake në mbar botën. Pamjet nga vendi i ngjarjes nuk tregojnë pjesë të mëdha të mbetura nga avioni, çka mund të tregojë forcën e madhe të përplasjes dhe shpërndarjen e mbetjeve në një zonë të gjerë. Autoritetet ushtarake kanë nisur një hetim për të përcaktuar shkaqet e aksidentit. Ekspertët pritet të analizojnë të dhënat e fluturimit, komunikimet me kullën e kontrollit dhe gjendjet teknike të avionit përpara ngritjes. Ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë, vëmendja mbetet e përqendruar te fati i ekuipazhit dhe te rezultatet e hetimit, që do të zbardhin në rrethanat e këtij aksidenti të rënd ushtarak. Palestinezët në Gaza dhe bregun perëndimor shprehen zhgënjim të thellë pasi marrëveshja e re mes SBA-s dhe Iranit nuk përfshiu një zgjidhje për Gazën. Ndërkohë që luftimet dhe viktimat vazhdojnë, shumë palestinezë akuzojnë komunitetin ndërkombëtar dhe Washingtonin se po injorojnë vuajtjet e tyre. Marrëveshja e sapo shpallur mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, e cila synon të jap fund konfliktit mes dy vendeve dhe të rikthejë stabilitetin në rajon, është pritur me zhgënjim nga shumë palestinezë në Gaza dhe në bregun perëndimor. Banorët e Gazës thonë se kishin shpresuar që marrëveshja do të përfshinte edhe fundin e vuajtjeve të tyre dhe një zgjidhje për krizën humanitare që vazhdon prej muajsh. Shumë prej tyre deklarojnë se ndihen të harruar nga bota, ndërsa jetojnë të zhvendosur dhe në kushte tepër të vështira. Pakistani, një nga ndërmjetësit kryesorë të negociatave, njoftoi se SBA-ja dhe Irani kanë arritur një marrëveshje për të dhënë fund luftës mes tyre dhe për të rihapur ngushticën e Hormuzit. Dokumenti parashikon gjithashtu ndërprerjen e operacioneve ushtarake në disa fronte, përfshirë Libanin. Megjithatë, Izraeli, i cili nuk është palë në marrëveshje, deklaroi se nuk do të tërhiqet nga zonat e sigurisë në jug të Libanit, në Gaza dhe në Siri. Ministri izraelit i mbrojtjes paralajmëroi gjithashtu se vendi do të kundërpërgjigjet ndaj çdo sulmi iranian. Ndërsa shpresat për paqe po diskutohen në tavolina diplomatike, në Gaza dhuna vazhdon. Autoritetet shëndetësore palestineze raportuan se sulmet izraelite dhe të shtënat vranë të paktën 4 persona vetëm gjatë të hënës. Një ditë më parë, sipas të njëjtave burime, 6 persona të tjerë humbën jetën nga sulmet të tjera. Në të njëjtën kohë, negociatorët po përgatiten për randoj të tjera bisedimesh në Kairo, me synimin për të ruajtur planin e paqes të ndërmjetësuar nga SBA-ja. Pakënaqësia ndaj Washingtonit ndihet edhe në bregun perëndimor të pushtuar. Banorët e fshatit pranë Ramallah, ku një xhami dhe pronat të tjera u dëmtuan nga një sulm i dyshuar zjarrvënës, shprehen se nuk kanë parë mbështetje reale nga administrata amerikane. Policia izraelite ka bërë të ditur se ka nisur hetimet për incidentin dhe ka arrestuar 6 persona të dyshuar. Çmimet globale të naftës ranë pas marrëveshjes korniz mes SBA-s dhe Iranit për t'i dhënë fund luftës dhe për të rihapur ngushticën e Hormuzit. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se rikthimi i plotë i prodhimit dhe transportit të naftës mund të zgjasë nga disa muaj deri në vite për shkak të dëmeve dhe ndërprerjeve të mëdha. Tregjet ndërkombëtare të energjisë reaguan menjëherë pas njoftimit për një marrëveshje korniz me Shtetet e Bashkuara dhe Iranit, e cila synon të jap fund luftës dhe të rihap një nga rrugët më strategjike të naftës në botë, ngushticën e Hormuzit. Çmimet e naftës ranë ndjeshëm, pasi investitorët parashikojnë rikthimin gradual të furnizimeve globale. Megjithatë, ekspertët e industrisë paralajmërojnë se normalizimi i plotit tregut do të jetë një proces i gjatë dhe kompleks. Sipas analistëve të energjisë, prodhimi dhe rafinimi nuk mund të kthehen menjëherë në nivelet para konfliktit. Parashikimet flasin për një rikuperim të pjesshëm, ku rreth 70% e prodhimit mund të rikthehet brenda 3 muajve dhe rreth 90% brenda 6 muajve. Kjo vjen pasi lufta dhe mbyllja e ngushticës së Hormuzit kanë nxjerrë nga qarkullimi rreth 14 milion fuqi nafte në ditë, që përbëjnë afërsisht 14% të kërkesës globale ditore. Por sfidat nuk mbarojnë me rifillimin e prodhimit. Edhe rriti global i transportit detar është prekur rënd. Shumë anije që më parë operonin në rajon janë zhvendosur, dhe sipas ekspertëve do të duhet kohë që flota tregtare të rikthehet dhe të stabilizojë transportin e naftës nga xhiri persik. Në disa raste, infrastruktura energjetike është dëmtuar gjatë konfliktit dhe do të kërkojë investime të mëdha për riparim. Disa vlerësime flasin për $10 miliard në kosto rindërtimi në të gjithë rajonin.
Ekspertët e industrisë energjetike theksojnë se edhe pas një marrëveshjeje politike, tregu i naftës nuk reagon menjëherë. Ai kërkon kohë për të rindërtuar zinxhiret e furnizimit, për të rikthyer kapacitetet e prodhimit dhe për të stabilizuar rezervat globale. Për momentin, tregjet mbeten të ndjeshme ndaj çdo zhvillimi të ri, ndërsa bota prej të shohë nëse marrëveshja do të zbatohet plotësisht dhe nëse rrjedhja e naftës do të kthehet në normalitet. Një sulm ajror i rënd rus goditi Kievin, duke dëmtuar rënd manastirin historik Kiev-Pechersk-Lavra, një nga simbolet më të rëndësishme shpirtërore të Ukrainës. Autoritetet raportuan viktima në disa qytete, ndërsa Rusia mohoi përgjegjësinë për goditjen e kompleksit dhe fajsoi sistemet e mbrojtjes ajrore. Një nga sulmet më të rënda ajrore të javëve të fundit ka goditur kryeqytetin Ukrainas, duke shkaktuar dëme të mëdha në infrastrukturë dhe trashëgimi kulturore. Autoritetet ukrainase raportojnë se manastiri i lashtë Kiev-Pechersk-Lavra, një kompleks 1000 vjeçar dhe pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, është dëmtuar rënd dhe është përfshirë nga zjarri gjatë sulmit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky vizitoi vendin e ngjarjes dhe deklaroi se objekti u godit nga një dron rus, duke cilësuar sulmin si një goditje ndaj historisë dhe identitetit kombëtar të Ukrainës. Sipas autoriteteve, flakët përfshin çatinë e katedrales së Fjetjes, pjesë qendrore e kompleksit fetar. Pamjet nga vendngjarja tregojnë zjarr mbi ndërtesat historike, ndërsa banorët e Kievit u detyruan të strehohen në nën tokë për siguri. Rusia, nga ana e saj, ka mohuar përgjegjësinë për dëmtimin e manastirit, duke i quajtur akuzën një fajk të rënd. Moska pretendon se dëmet mund të jenë shkaktuar nga një raketë amerikane e sistemi Patriot të përdorur nga mbrojtja ajrore ukrainase. Ndërkohë, sipas autoriteteve ukrainase, në sulmet e përgjithshme në mbar vendin janë vrarë të paktën 10 persona. Në qytetin e Harkivit, 4 punonjës të emergjencës dhe një zyrtar komunal humbën jetën gjatë operacioneve të shpëtimit. Kompleksi i manastirit, i themeluar në vitin 1051 pranë lumit Dnipro, konsiderohet një nga qendrat më të rëndësishme të ortodoksisë në Evropën lindore dhe tërheq çdo vit mijëra besimtarë dhe turistë. Sulmi ndodhi në një moment tensioni të lartë ndërkombëtar, vetëm pak ditë përpara një takimi të rëndësishëm të G7-s në Francë, ku pritet të diskutohet edhe për mënyrat e përfundimit të luftës. Presidenti Volodymyr Zelensky tha se ka diskutuar me lider perëndimor, përfshirë edhe presidentin amerikan Donald Trump, për mënyrat e presionit ndaj Moskës për të ndalur luftën, ndërsa përpjekjet diplomatike vazhdojnë të mbeten të vështira. Marius Borg Hojby, djali i princesës kurorës së Norvegjisë, u shpall fajtor për purdhunim dhe dhunë në familje dhe u dënua me 4 vite burg. Vendimi vjen pas një procesi gjyqësor që ka tronditur imazhin e familjes mbretërore norvegjeze. Një vendim gjyqësor i rëndësishëm në Norvegji ka hedhur sërish në qendër të vëmendjes familjen mbretërore pas dënimit të Marius Borg Hojby, djalit të princesës së kurorës së Norvegjisë. Gjykata e Oslos e shpalli 29 vjeçarin fajtor për 2 raste përdhunimi, si dhe për dhunë në familje, duke i dënuar me 4 vite burg pas një procesi gjyqësor që zgjati rreth 7 javë. Sipas vendimit të gjykatës, një nga rastet e përdhunimit ka ndodhur në bodrumin e rezidencës së princit të kurorës. Megjithatë, Hojby u shpalli pafajshëm për 2 akuzat të tjera të ngjashme. Prokuroria deklaroi se viktimat në disa prej rasteve ishin të paafta për të dhënë pëlqim për shkak të gjendjes së dehur ose të pavetdijshmes pas festave. Gjatë procesit gjyqësor u paraqiten gjithashtu prova për probleme me varësi ndaj drogës dhe materiale video të regjistruara nga veti pandehuri gjatë marrëdhënieve intime. Gjykata dëgjoi edhe dëshmi për episode dhune ndaj ish-partnereje, përfshirë goditje në fytyrë dhe mbytje. Hojby u bë pjesë e familjes mbretërore në vitin 2001, kur nëna e tij u martua me princin e kurorës së Norvegjisë. Rasti i tij ka shkaktuar një krizë të re për monarkinë norvegjeze, e cila tashmë po përballet me presion dhe kritika publike. Ekspertët thonë se ky proces ka dëmtuar më tej imazhin publik të familjes mbretërore në një periudhë të ndjeshme për institucionin. Pas shpalljes së vendimit, Pallati Mbretëror Norvegjez nuk ka dhënë ende një reagim zyrtar, ndërsa vëmendja në vend mbetet të përqendruar te ndikimi që ky skandal mund të ketë në të ardhmen e monarkisë. Një zjarr i madh pyjor në qarkun Riverside të Kalifornisë Jugore është përhapur në mbi 2000 hektar, duke detyruar autoritetet të lëshojnë urdhra evakuimi për banorët e zonave të rrezikuara. Qindja e zarfikës dhe 10 automjete emergjence janë angazhuar në operacionin për vënien në kontroll të flakëve. Një zjarr i madh pyjor po përhapet me shpejtësi në Kaliforninë Jugore, duke vënë në alarm autoritetet dhe banorët e zonave të prekura.
Pamjet ajrore të filmuara në qarkun Riverside County tregojnë flak të mëdha dhe kolona të dendura tymi që ngrihen mbi terrenin e përfshirë nga zjarri, i njohur nga autoritetet si Shore Fire. Sipas të dhënave të publikuar nga autoritetet kaliforniane të mbrojtjes nga zjarret, flakët kanë përfshirë tashmë më shumë se 2000 hektar tokë, ndërsa zjarri vazhdon të zgjerohet për shkak të kushteve të favorshme për përhapjen e tij. Përballë rrezikut në rritje, autoritetet kanë lëshuar urdhra evakuimi për disa zona të qarkut Riverside. Banorët janë udhësuar të largohen menjëherë nga shtëpitë e tyre, ndërsa janë ngritur qendra stehimi për persona të zhvendosur. Në terren janë angazhuar më shumë se 250 pjesëtar të shërbimeve zjarrfikse dhe emergjencave, së bashku me mbi 40 automjete zjarrfikse që po punojnë pa ndërprerje për të kufizuar përhapjen e flakëve. Autoritetet po monitorojnë nga afër situatën dhe paralajmërojnë se kushtet atmosferike, temperaturat e larta dhe erat mund të bëjnë më të vështirë vënien në kontroll të zjarrit. Deri tani nuk janë raportuar viktima, por prioriteti kryesor mbetet mbrojtja e jetës së banorëve dhe pronave të rrezikuara nga avancimi i flakëve. Mijëra tifoz nga Argentina, Franca dhe Algjeria u mblodhen në Times Square të New Yorkut, duke krijuar atmosferë festive pas ndeshjes së botërorit. Me këngë, flamuj dhe brohoritje, mbështetësit e skuadrave u përpoqën të tregojnë se kush ishte tifozëri më të zjarrt. Atmosferë elektrizuese në zemër të New Yorkut, ku tifozë nga 3 vende të ndryshme u mblodhen për të festuar pasionin e tyre për futbollin në prag të ndeshjeve të Kupës së Botës. Times Square u shndërrua në një arenë gjigante tifozësh, ku mbështetësit e Argentinës, Francës dhe Algjerisë krijuan një spektakël me flamuj, këngë dhe brohoritje. Pamjet tregojnë grupe tifozësh që garonin në mënyrë miqësore për të dëshmuar se kush kishte mbështetjen më të madhe dhe më entuziaste. Megjithse, ekipet e tyre do të përballen në fushë gjatë stadiumeve mbi zotëroj fryma e festës dhe respektit sportiv. Sheshi i famshëm në Manhattan është kthyer gjatë botërorit në një pikë takimi për tifozët nga e gjithë bota. Çdo ditë organizohen tubime spontane, ku ngjyrat e fanellave kombëtare dhe ritmet e këngëve të tifozëve pushtojnë rrugët e qytetit. Vëmendja e tifozëve është përqendruar te ndeshjet e së martës. Argentina do të përballet me Algjerinë në Kansas City në kuadër të grupit J, ndërsa Franca do të luajë kundër Senegalit në stadiumin New York, New Jersey në grupin I. Pavarësisht rivalitetit sportiv, tifozët e 3 vendeve treguan se futbolli mund të bashkojë kultura dhe komunitete të ndryshme. Shumë prej tyre shkëmbyen fotografi, kënduan së bashku dhe krijuan një atmosferë që pasqyron frymën ndërkombëtare të Kupës së Botës. Ndërsa ekipet përgatiten për sfidat e tyre në fushë, rrugët e New Yorkut vazhdojnë të ofrojnë një tjetër spektakël, atë të tifozëve që e jetojnë botërorin me emocion, pasion dhe fest pa kufi. Tifozët iranian në New York dhe Teheran festuan barazimin 2-2 të kombëtarës së tyre ndaj Zelandës së Re në Kupën e Botës, duke e cilësuar rezultatin si një moment krenarie kombëtare. Për shumë prej tyre, ndjeshja kishte jo vetëm rëndësi sportive, por edhe simbolik politike pas tensioneve të fundit mes Iranit dhe SBA-s. Barazimi 2-2 i Iranit ndaj Zelandës së Re në Kupën e Botës është pritur me entuziazëm nga tifozët iranian brenda dhe jashtë vendit, të cilët e kanë parë rezultatin shumë më tepër se sa një pikë të fituar në fushën e lojës. Në Teheran, qindra tifozë ndoqën ndeshjen në kafene dhe ambiente publike deri në orët e para të mëngjesit. Shumë prej tyre e interpretuan paraqitjen e kombëtare si një dëshmi të forcës dhe qëndrueshmërisë së vendit pas muajve të tensioneve dhe konfliktit në rajon. Tifozët shprehen krenarinë e tyre për faktin që Irani po merr pjesë në Kupën e Botës dhe po përfaqëson vendin në një nga skenat më të mëdha sportive ndërkombëtare. Festime pati edhe në New York City, ku anëtarë të diasporës iraniane u mblodhen për të ndjekur ndeshjen dhe për të mbështetur ekipin kombëtar. Pavarësisht dallimeve politike dhe debateve që shpesh shoqërojnë komunitetin iranian jashtë vendit, shumë tifozë thanë se gjatë ndeshjes zgjodhen të linin mënjan mosmarrveshjet dhe të përqendroheshin në mbështetje për lojtarët në fushë. Takimi i zhvilluar në Los Angeles përfundoi me rezultatin 2-2, një rezultat që ruan shpresat e Iranit për kualifikimin në fazën tjetër të turneut. Për shumë tifozë, emocionet e futbollit u ndërtuan me zhvillimet politike të ditëve të fundit, përfshirë lajmet për planin e paqes mes SBA-s dhe Iranit. Megjithatë, atmosfera gjatë ndeshjes mbeti kryesisht sportive, me fokus te performanca e skuadrës kombëtare. Tashmë, vëmendja është përqendruar te sfida e radhës, ku Irani do të rikthehet në Los Angeles për të përballur me Belgjikën, ndërsa Zelanda e Re do të luajë kundër Egjiptit në Vancouver. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër na ndiqni në rrjetet tona sociale,
Bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.